di që çdo gjë që ka ndodhur këtu ka pesh. Jo mua o zemra. Se kjo ka ndodhur një herë. Edhe di shumë mirë që të ndodhe prapë, mos më thuj mu para kamerave gjëra që s'janë vërteta. Këtë gjë ta ke shumë mirë qartë. Edhe ti më keq kupton mua se te komplet ndryshe mua Betin. Mos hajde edhe më shpi mu këtu para tjerëve. Kaq ditë them. Se nuk e kam problem që të flasë dhe detaje për gjëra që realisht kanë ndodhur. Në rregull, të lutem, jo të njoh shumë mirë, edhe ti po më bën mua para kamerave sikur nuk kom pas një lidhje dhe kom pas një fëmijë. E kom akoma, shqyr zotë. Edhe ajo me Albës po pritet më ajo se po flas për fëmijën tim. Duro, po flas diçka që ti s'e din. E di shumë mirë, mos më bëj sikur se Unë do kisha sakrifiku për atë që kom një fëmijë dhe do isha me te. Por, po pse s'ma ke thënë që kemi qenë të dy? Qa të thëmi? Me dëgjo pra... Tani po e thuk ta fjallë. Se mi bëm para kamerave, se kur s'kena qënë para kamerave, nuk e ke thëmë ta fjallë. Nuk e intereson se qëfar të mërë dhe kjo mu më po më intereson shumë se atë dëgjoje! Dëgjoje, Alba. Dëgjoje. Unë po flasë për diçka reale që kom kalu më jetën time. Dëgjoje. Pa i di më i kam dëgjoje 100 Pa dëgjoje se pashtu. Kënë gjuket mua be 100 ama ju nuk të bërë që po e bëm tani. Sigur sakrificën do e kishe bërë vetëm. Me totalisht kam respekta. Ama kamera mos mi ndrysho fjalët. Ose bujru këtu i gjitha që të shof edhe unë me sytë e mi se qaj e duke bërë këtu.